Por fundi i vitit që shkoi dhe fillimi i vitit që jemi, tregoi që gjithë ai trumbetim e qeverisë nuk ishte fare serioz. Sepse ne bëm një punë shumë të madhe, ne arritëm që për shembull, edhe u pa me një test të vetëm, që ishte kodi penal. Kodi penal ku vetëm dekriminalizimi i shpifjes për gazetarët u përshëndet aty, pastaj tjetër gjë nuk ishte. Por, jo vetëm beti aty ka diçka, edhe ajo përshëndetje është kështu një përshëndetje, si më thënë, me shpresën që do na jepni edhe pjesën tjetër të atyre që kërkojmë, apo pa ishte më tepër një dëshirë për ta stimuluar qeverinë që të plotësoj të gjithën, sepse ai kod penal nuk i mbron dot gazetarët. Sepse në atë kod penal nuk përcaktohet kush është gazetar beti. Dhe ky është problemi kryesor. Edhe pse shpifja në Europë kërkohet që të dekriminalizohet komplet. Që do thotë, ti nuk shkon në burg për shpifje. Pra ti shkon në gjykatë civile dhe jo penale. Sepse nëse ti ke frikë në burgut, ti nuk do guxosh të tregosh në vërtetë. Sepse nëse gjykatësi është i trembur nga qeveria, do të sfusi burg, gjë që ndodh praktikisht në Turqi. Ku gazetarët futen vazhdimisht në përburgje sepse komplet korpusi gjyqësor atje është, si më thënë, o i friksuar, o i futur në punë nga ai që drejton atë vend. Dhe prandaj